me këtë rast më lejoni që të shpreh urimet e mia edhe për gjithë besimtarët musliman, por po ashtu edhe për shqiptarët, kudo që janë. Masi me përreqet ka se për bajram, se bani nesër e keni apo nesër, që të delni ku të fatë. Kaj, po, është nesër, po, nesër. I ka njësë më herë. Shala njësim bashkë. Sot njetin e nesër më janë. Edhe me të mundu mirë. Kryesorja është, si që sot e patë dhe temë, generalë, në e patë, ku kërkoj që kështë ata të shkoj qitë. Që të shafë, ma në shkes njerëzit në masoritën në shqeve, që përshurët dhe gjuhe o lejtë, se të gjithë, në një qimë, që të cetër, në shumë në skonë. I natët milion në nëmë, se një përsorën bjerë dhe skonë, që interesin me vendis skonë. Edhe, sigurisht partijë politike duhet dhe në të pjesonë se ka një përgjësit malë, prarë dhe i në rëndë. Kjo është në regull, partijët e kanë mundësin që të kryo institucionet, ata që të kryo dhe një patë institucionet kanë një vetë fokët, pazonat institucionet duke të artistë të parë. Në mos të taknojnë, protestën për parë, shtetën për parë, nuk jemi në shletë. Një kanë një që njërës bëjnë qëllë të të punë. Kjo është në shumë që kanë damë, të kanë keqë përsovë, si në aspektin politik, dhe e ekonomike e funit, për mua. E funit është ajo, mirë po, në të njërës që ne si në gjendje që pa i mëshetë, është në brejtë, që në të e në pasë, pa i të mëndim. Kjo është e keqën, që në kemi ura, kemi granë, kemi vajtë, se si vetë jatanë, në në eshtë në banë. Dhe duhet në pleqë, do kemi edhe frikën e zotë, se pa frikë zotë, në të njësi posë, në të e pleqë. Se njeriu, a të të shushe ka vërësejë, në në menu që të me barë para të një ka këriva, dhe pak në marë, edhe me në pak ma thëmë, në pak ma drejtë, se sigurisht, që i ka e mojë, gjithë që i e mojë, shpalla shkoj mirë, gjithë dhe shkoj institucionë më ta, që anë mu kanë të tenë, për në me. Po bëni me të pare, i krejtë. Mjetin e kena të mirë, ta shprima shumë pozitive të qytetarët e Republikës Kosovës, edhe po mirë shumë mirë që në ligjëratën që ju e përmendët të ndikoni pozitivisht që gjuha e urrejtjes mos ketë dëmë në shoqërinë tonë. Unë jam shumë e shqetësuar në raport me këtë gjuhë urrejtje, sulme, hyrje ndaj vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, mendoj që nuk kemi ne ta, edhe shoqëria jonë nuk pranon këto, prandaj ne shumë mirë që sot me të drejtë e kemi ligjëruar këtë pjesë. Është e rëndësishme që qytetarët sa më shumë të marrin pjesë në zgjedhje, në gata jonë si asnjë herë më të parë ka kryer dhe rekordet. Natyrisht që në cilësinë e presidentës ndroi nga gjitha partitë politike të Shqipërisë, se sot janë fuqi presidentës, e uroj që pos kemi më situata të tilla ku nuk ekziston momenti për me zgjedhje presidentin. Por e mash që ku do me në një. Të përdush edhe natët, edhe atërmbetjet, mundemi vazhdu betejat politike për çështje që na dallojnë pas zgjedhjes presidentit, por ta konstituojmë punën, ta votojmë në vetim këtë pastaj të bashkë edhe të merremi bashkë me çështjen e presidentit. Ju përmendet Kosova fakt mirë që ka gra e burra që kanë kontribuar në vite për vendin tonë, para luftës, gjatë luftës e pas luftës. Kështu që në këtë drejtim jemi shumë mirë, prandaj vetëm klimati duhet të ekzistojë dhe unë uroj që të marrë mesazh të gjithë nga zgjedhjet e shtatshëm. Nuk të me që shkoj mirë.
A jeni gati? Atëherë të nderuara media, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në Bashkësinë Islame të Kosovës. Unë kam nderin që në festën e Kurban Bayramit të jem këtu në Bashkësinë Naim Tërnava, por edhe bashkëpunëtorët e tij për festën e Kurban Bayramit. Me këtë rast më lejoni që të shpreh urimet e mia edhe për gjithë besimtarët musliman, por po ashtu edhe për shqiptarët kudo që janë brenda Kosovës, por edhe jashtë saj për festën e Kurban Bayramit. Festa e Kurban Bayramit është festë e shenjtë e besimit islam dhe kjo na kujton vlerat e sakrificës, solidaritetit, mirësisë, respektit e përkushtimit për vendin. Vlera këto të cilat duhet t'i mbajmë lart e më lart dhe rreth së cilave duhet të jemi të bashkuar edhe si institucione, edhe si qytetar, por edhe si shoqëri. Unë sot po ashtu falenderova Bashkësinë Islame të Kosovës, falenderova Miftiun Tërnava për rolin pozitiv që kanë pasur në vazhdimsi në shoqërinë tonë, për ndikimin pozitiv për të luftuar dukuri negative me cilat përballet shoqëria jonë, por gjithashtu edhe për ndihmën e qytetarëve në nevojë. Pra është pikërisht Bashkësia Islame e Kosovës përmes shoqatës Bereqeti, përmes bashkëpunëtorëve e partnerëve që kanë ndihmuar mira familje gjatë gjithë kësaj periudhe kohore. Faleminderit Mifti. Miftiu e dha sot edhe një mesazh dhe më njoftoi që ka pasur një ligjërat në të cilën ka kërkuar që gjuha e urrejtjes, sulmet, gjuha linquese të ndalohet sepse ajo aspekt. Më lejoni që t'ju uroj edhe një herë të gjithëve, edhe juve mediave, sot për festën e Kurban Bayramit, uroj më të mirat për qytetarët dhe për secilën familje. Faleminderit.